Mirë të ndëruar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjem të mbetemi po së bashku në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vim patjetër që do të ndalemi tek rezultati zgjedhor, një fitore bindëse e Partisë Socialiste me 83 mandate, synohet edhe mandati 84 menjëherë pas mbylljes së procesit të numërimit të votës diasporës. Teksa Partia Demokratike ka një tkurje të theksuar në 50 mandate. Këtë rezultat nuk e ka marrë as në zgjedhjet parlamentare të cilat u zhvilluan në vitin 2021. Partia Demokratike ka njoftuar një protestë paqësore në datën 16, ditë në të cilën në tokën shqiptare do të zbresin liderët më të rëndësishëm të Europës në kuadër të samitit të komunitetit politik Europian. Çfarë do të ndodhë, pritet ta shohim gjatë ditëve në vijim. Ne do të vijojmë diskutimin dhe analizën tonë me Alesia Balliun, avokate. Alesia, të përshëndes, faleminderit që sot në Fox News, është të kënaqësi. Faleminderit ju për ftesën. Alesia, ti ke qenë pjesë e Partisë Demokratike, ke qenë pjesë e opozitës, por ke theksuar vazhdimisht në çdo dalje tënde për mediat që Partia Demokratike nuk diti të vlerësoj njerëzit e aftë për të qenë pjesë e listave për kandidat për deputet. Kjo paaftësi, gjithmonë sipas teje, a ka ndikuar në këtë rezultat me të cilin ne përballemi sot? E para jo sipas meje, se unë këto kam 2 muaj që e citojnë media dhe populli dha verdiktin e tij dhe verdikti popullit lexohet qartë. Që leximi është ndërmjet refuzimit që i bëri opozitës dhe alternativës që ato i ofruan për të 5 herë, që ishin po Tritani, po Flamuri, po Albana. Me këto legjendar nuk do vinte kurrë në pushtet Partia Demokratike. Dhe normalisht nuk ishte një alternativë serioze, dhe jo sipas meje, por populli është i qartë. Dhe populli do vizion, do të eci përpara, nuk do që të kthehet pas në Nuk e kishte këtë vizion opozita? Po nuk mund të kesh vizione me individ cilët janë provuar 4 herë dhe 4 herë janë refuzuar. Vizioni vjen me të rinj, si puna jote, si puna ime, si puna e shumë individëve tjerë që kanë kapacitet, që duan të bëjnë diçka të mirë për këtë vend, që duan të japin kontribut, që duan ta ndryshojnë, që duan të takojnë njerëzit, të dëgjojnë, të jenë zëri qytetarëve. Tani nuk është serioze sepse kandidatët duhet të jenë serioz, të kenë dinjitet, të kenë program. Nuk është serioz Flamuri me gishtat në parlament. Kësaj thanë jo shqiptarët. Nuk është se shqiptarët nuk duan demokraci, nuk duan rotacionin. Po çka kuptimi ka te që është ta ulan ballën edhe të vësh flamurnokën. Kjo nuk është rotacion. Prandaj ato që janë të qartë me votën e tyre dhe ndëshkuan sërish të sjellje arrogante, të sjellje propotente, këtë sjellje të cilën populli shqiptar nuk e do tashmë. Për mos kësaj, nuk ndikoi vetëm kjo, ndikuan disa faktorë që sollën humbjen e Partisë Demokratike. E para që Berisha tha do bashkoj demokratët dhe nuk ftojnë për bashkim Bashën, Agron Shejajn, Djastas, por ftoi Metën, Dulen, Idrizin. Përkundrazi, zotin Shejaj e larguan base në mënyrën më të keqe nga Partia Demokratike, se skemat i kemi parë të gjithë. Se kushdo që ka një mendim kundra aty, bëhet armikja asaj partie. Vetëm padroni ka të drejtë. Të tjerët janë kthyer në sklever që nuk kanë të drejtë flasin, nuk kanë të drejtë japin opinion. Ti shif rastin e Tiranës, kemi 15.000 vota aktualisht zonjën Tabaku, por në listë mbyllur ne kemi Erisa Xhixhon. Neve në listë mbyllur kemi Albana Vokshin. Kjo nuk është opsion për qytetarët, por për te listës ishte puna 6 milionshit. 6 milion dollar. Ndërkohë strukturat e Degës Elbasan nuk kishin lek për kafe. Kryetarët e grup seksioneve. Kjo parti ka lek të bëjë një lobim për 6 milion dollar, po për antarësinë, për strukturat, për të bërë fushatën nuk ka pare. Prandaj bien ndesh PD-ja me çka thot, çka bën dhe çka ofron. Dhe nuk është as pak alternativë serioze në sy të qytetarëve për qeverisur. Mos dua të kujtoj këtu edhe 4 rastet e dhunës që u ushtruan gjatë fushatës elektorale, qarku Dibër, qarku Lesh, qarku Korçë, që ishte turpshme dhe e ndëshkoi Korça për herë të parë humbi bastionin e vet në bashkinë e Devollit. Dhe aty fitoi PPS-ja.
Dhe së fundmi arroganca e treguar nga djali i zotit Boçshin Elbasan në mitingun përmbyllës të fushatës, duke dhënë këto shembuj dhune, jo vetëm në një qark, por në 4 qarqe, pa qenë pushtet. Imagjino çfarë mund të bënin këto individ po të ishin pushtet. Si mundet një deputet të ushtrojë dhunë dhe presion mbi një shofer kamioni? Analizën PD-ja duhet ta bëjë te vetja, se shqiptarët nuk e besojnë më këtë, sa herë mbarojnë zgjedhjet në Navodhën. Ka që kur ka lindur Zaho, po shkon Zaho 16 vjeç, të thënë në Navodhën votat, nuk është normale. Kur ti e dje që do të vidheshin votat, pse nuk i ruajte votat? Pse nuk po i vjedh njëri 15.000 votat e zonjës Tabaku në Tiranë? Pse nuk tha ka vjedhje në Shkodër edhe në Kukës ku fitoj PD-ja, po vjedhje ka vetëm ku fiton PS-ja. Po mos se nuk e hanë më njëri këtë shor prishur që gatuan Berisha sa herë mbet zgjedhjet. Ka ardhur koha për një alternativë serioze, ka ardhur koha për një opozitë serioze dhe ka ardhur koha që këtu të ketë demokraci. Është e frikshme dhe pushteti që sot ka kryeministri me 83 mandate. Dhe PD-ja nuk analizon, më keq thotë do dalin protestat, nuk reflekton mbi gabimet e veta. Sepse Berisha kur nuk ka faj. Çdo njeri është gabim përveç Berishës. Shiko, të paktën ditët e fundit jemi përballur mediat, por edhe ne kolegët tanë gazetarët e cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë këtyre zgjedhjeve dhe jo vetëm. Ka patur një lloj arrogance, do doja të quaja unë, kundrejt medias. U pa qartazi edhe tek mbledhja e jashtëzakonshme e thirrur nga zoti Berisha arroganca flamurit. Me drejtuesit politik të qarqeve. Ndërkohë, të gjithë drejtuesit politik kanë qenë në një zë. Pse ju mediat merreni me humbjen e Partisë Demokratike dhe nuk merreni me atë se çfarë ka bërë zoti Rama? Si e keni lexuar të paktën këtë lloj përgjigje që jepet nga Partia Demokratike? Këto janë justifikime. Se edhe ne gazetarët do bëjmë punën tonë, do të pyesim për atë se çfarë dëgjojmë çdo ditë dhe marrim pyetje edhe nga qytetarët e thjeshtë. Unë jam me një shprehje që në fituesi nuk komentohet, kurse humbësi nuk duhet jetë aty për të analizuar. Tani, mediat kanë për detyrë të informojnë në djenin time publikun me çka ndodh gjatë ditës në jetën aktuale, politikën, showbizet dhe rreth informacioneve të ndryshme. Nuk është detyra e medias të rrëzojë qeverinë. Është të informojë. Rrëzimi i qeverisë i takon opozitës në bazë të fakteve dhe në bazë të programit, në bazë të përfaqësuesve dinjitos që ajo zgjedh, që të jenë zëri i qytetarëve. Janë qytetarët dhe populli shqiptar që i ka dhënë një shuplak të madhe qeverisjes dhe leadershipit Partisë Demokratike. Ktu nuk është faji mediave. Mediat çdo gjë që ka ndodhur e kanë raportuar, nuk kanë mbajtur në një ngjarje të fshehur. Dhe këto nuk duan vëmendjen te humbja e tyre dhe bëjnë shkaktar mediat. Shkaktarët janë vetë ato, është sjellja e flamurit në radh parë. Një sjellje e cila nuk është për parlament. Duhet ishte doktori, i lirë në vend ti. Ka shumë kapacitete PD-ja. Problemi i PD-s është elita që nuk ndryshon, që t'i hapi rrugë gjeneratës të re, që të udhëheqi dhe leadership i saj që ka problemet personale. Nga ana tjetër, Partia Socialiste e ndryshoi mentalitetin e figurave të vjetra në PS? Ma kam bërë shpesh të pyetje dhe përgjigja ime është e njëjtë, që PS-ja ka luksin që ta bëj si të doj Edi Rama listën. Përsa kohë ka 4 herë që fiton me atë listë. Dhe fituesi nuk komentohet, zotre. Ta thash para 2 minutash. Nuk komentohet. A i thot, unë me këtë listë i kam sjell fitore në kësaj partie. Çfarë komenti do t'i bësh ti? Kurse ti, zotri, me këtë listë i ke sjell 4 herë humbje Partisë Demokratike. Dhe nuk rezulton në njëjtë analizë, si në rastin e opozitës, si në rastin e mazhorancës. Sepse ajo është një mazhorancë fituese që e ka përshëndetur publiku, dhe ai vën fundi, vën fillim listës dhe është luksi i tij, përsa ka e mban vetë përgjegjësinë asaj fitore. Kurse ti në rastin e humbjes ti nuk mban përgjegjësi, po dele thuna vodhën dhe ikim dhe në një protestë, bëhemi qesharak.
kur ti ke marrë një humbje të thellë, dhe vend të shohësh të reformosh atë parti, të japësh dorëheqjen, të japësh një shpresë popullit që të ketë një zë përfaqësues, një zë të fortë që të jetë të paktën në nivelin e kundërshtarit me vota, jo, ti vendos ta mbash peng për interesin tënd personal dhe vetjak. Kjo është e turpshme. Kontestimet për vjedhjen e votave për hir të së vërtetës nisën që prej datës 11. Nëse ka paralajmëruar pse ka një muaj që e bën gati planin, se dinin që do humnin, si do na vjedhin, nuk di zgjedhje unë PD-s që nuk kanë thënë që po na vjedhin. Po na vjedhin çfarë masash keni marrë, çfarë do bëni, pse hynin zgjedhje kur do ju vjedhin? Nuk e kemi akoma një përgjigje të paktën nga ana e Partisë Demokratike për këtë. Tani gjithë Europa ka përshëndetur me sa di unë kryeministrin Rama për fitore. Tek Europa dua të ndalem. Zoti Berisha duket sikur i ka kthyer syt ose më saktësisht opozita i ka kthyer syt nga faktori ndërkombëtar. Ndërkohë kemi të bëjmë me një tjetër lloj realiteti. Liderët më të rëndësishëm të Europës ndodhen në Shqipëri, në kuadër të samitit komunitetit politik europian. Ka patur urime të shumta nga ana e liderëve europian kundrejt fitores zotit Rama. A është ky realiteti që ka sot opozita? Tani opozita çfarë nuk thot për të justifikuar humbjen madhore, se kishin si ishte ai slogani për një Shqipëri madhështore, për një humbje madhështore, do thoja unë, që i shkon përshtat edhe sloganit të Partisë Demokratike. Liderat e Europës kanë përshëndetur rezultatin dhe kanë uruar kryeministrin Rama. Tani, kjo që thua ti, mua më kujton Lasivitan dhe atë gazetarin që tha është hequr non grata nga Departamenti i Shtetit, ndërkohë ambasada e SBA-s në Tiranë nuk doli me një njoftim zyrtar që thoshte që doktor Berisha si është hequr non grata. Tani, se çka thot PD-ja është një gjë që për mua në këto momente është e pabesueshme fare, dhe çka thonë institucionet europiane, apo ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që e ka selin këtu në Tiranë janë diçka tjetër. PD-ja për mua bjen ndesh me çka thot dhe me çka vepron. Dhe nuk është kredibël për momentin, dhe prandaj ka marrë këtë lloj rezultati. Ato pa diskutim që do kenë kontestimet e veta, kjo gjë dieshe ishte paralajmëruar edhe nga partia në pushtet që po përgatisin planin për të thënë që ne na kanë vjedhur, ne na kanë humbur votat. Atëherë për çfarë hyn garë kur ti nuk e ke sistemin, refuzo të bëhesh pjesë e garës. Nëse do vjedhësh, është e merr masat që mos vjedhësh. Është e thjeshtë. E kuptoj. Po kur themi merr masat, çfarë masash duhet të merrte konkretisht opozita ose si duhet vepronte ose si duhet Çdo ishte parti qasja e politike ka opozitës? një ekip që ka një sistem patronazhimi. Është skandaloze në Elbasan janë lënë numëruesit pa ngrënë bukë. Nuk e di a ke lexuar. Ka qenë një rast i tmerrshëm. Po pra, këtë kurse Partia Socialiste është me një ekip patronazhimi që i përgjigjet. Çdo parti politike ka drejtën ta ketë për të survejuar zgjedhjet, për të mbrojtur votën, për të bërë fushatën, për gjithçka. Po doja vetëm ka bërë një mburoj me besnikët e Berishës për të mbrojtur pushtetin. Po ta vëshëret marim të analizojmë vetëm listën e Tiranës, Edi Palokën, Fari Balliun, Albana Vokshin, Flamur Nokën. Kjo është lista besnikëve të tij. Dhe kjo listë ishte një listë humbse. Po pse zgjodhi pikërisht këtë listë? Po pse kjo listë nuk i kërkon sot dorëheqjen, zotri? Se ti isha unë pjesë e listës dhe kisha kërkuar dorëheqjen sot. Po mirë, në një farë mënyrë ka kërkuar edhe kjo kërkesa, ka filluar kjo kërkesa e dorëheqjes. Nga kush ka filluar? Nga poshtë. Nga kush? Nga elita që është pjesë e Partisë Demokratike, unë nuk kam parë në një njoftim. Jo, absolutisht nga forumet elita, e Partisë Demokratike, unë nuk kam parë në një njoftim. Nga pjesa poshtë e kërkojmë dhe në studio tërë ditën. Po flas për strukturat e partisë dhe për individët që ky i dhuroi një mandat, se a dhuroi Berisha mandatin. Pjesa poshtë janë mbështetësit, janë simpatizantët, a duhet të dëgjohen ata? Po për mirë, ai mund të thotë një zë është dy zë. Dy zëra janë. Janë shkalon. Duhet kujtoj pak Nenin Basha, në momentin kur zoti Berisha u rikthye në krye të Partisë Demokratike. Statuti i Partisë Demokratike, që nëse kryetari humbte zgjedhjet, automatikisht duhet të jepte dorëheqjen. A do të funksionojë ky Neni Basha? Shiko, kjo nuk ka të bëjë fare me Nenin. Kjo ka të bëjë me ndërgjegjen. Kjo ka të bëjë me marrjen peng të opozitës. Kjo ka të bëjë me marrjen peng për interes personal leadershipit Partisë Demokratike, për të ruajtur interesat e vet personal dhe të familjes vet.
Kjo nuk ka të bëj fare me një njeri normal, duke parë këtë lloj disfate madhore që mori, minimalisht për demokratët që janë rrugëve pa punë, që e kanë suportuar dhe kanë 12 vite në opozit, duhet bënte një akt fisnik t'jep të dorëheqjen. Dhe ta fuste këtë parti në një rithemelim të ri, jo si ai rithemelimi që u bë me Albanën, Flamurin dhe me Shok, dhe me Tritanin. Çfarë duhet të ndryshojë në Partinë Demokratike dhe i kapim pak me radhë qarqe? Gjithçka. Që te leadershipi, që tek deputetët që i dhurohet mandati, që e ke gjithë Tiranën, është e turpshme Tedi Blushi dhe zonja Xhixho, 5.000 vota në total, janë futur 2 deputet, ndërkohë Jorida me doktorin janë jashtë, që kanë nga 13-14.000 vota, ti bashkojnë bashkë bën diku te 30.000 vota, 3 mandate deputetësh. Këto janë gabimet e Partisë Demokratike. Që Partia Demokratike lën të sajot jashtë dhe mban Ilir Metën brenda. Për strukturën pastaj, duhet një program, duhet një vizion, duhet një leadership i ri, duhet një individ të ri, duhet gjenerate re. Nuk mund t'jenë më këto emra, janë refuzuar, është e 5 herë tani që janë refuzuar. Është e 5 herë që këtyre individëve i është thënë jo, nuk kanë më çfarë prodhojnë politik, ka kapitulluar koha e tyre politike. Qarqet mund t'i marrim me radhë dhe t'i analizojmë. Cili qark ka qenë më surprizuesi në këto zgjedhje? Për mua asnjë, sepse parashikimi unë isha koordinatore në qarkun e Elbasanit, kandidate për primare, 1 nga 3 gratë më të votuara në primaret e Elbasanit, dhe kur vjen në historia bëra një parashikim që do dilte 10-4. Dhe parashikimi im doli sakt, sepse ai e la gjithë listën pa përfaqësuar, hoqi mua, hoqi zotin Sula, hoqi doktor Reshën dhe vuri një listë jo përfaqësuese, cilët qytetaria e Elbasanit ja dha mesazhin me votë. Dhe në qarkun e Elbasanit, Partia Demokratike ka nxjerrë deputet vetëm ata të cilët ishin pjesë e listës së mbyllur. Jo, e ka humbur dhe një të listës së mbyllur. Ka nxjerrë vetëm 4. 5 kanë qenë te lista e mbyllur, por ka marrë 4. Ka marrë 4. Zoti Alizoti, zoti Edmond Xhinasto, Klodiana Çapja dhe Blendi Himçi. Çfarë thon këto emra? Atëherë emri i parë është drejtuesi politik që vendoset nga leadershipi, që nuk ka lidhje me Elbasanin. Personi i dytë është Xhinasto, i cili një personazh... A mendon se zoti Boçi ishte më i duri për qarkun e Elbasanit, duke patur parasysh që e njeh mirë atë qark? Tani, zoti Boçi ka bërë 7 betejë në atë qark, 6 i ka humbur. Dhe kur 6 janë humbur, brenda e ke dhe përgjigjen. 2 herë ka garuar për bashkinë, në të dyja rastet ka humbur, me një diferencë në 2021-shin, në 2023-shin mos gaboj shumë të madhe, ndaj kryetarit aktual Bashkisë Elbasanit. Kështu që unë mendoj që ka plot kapacitete dhe nuk kemi pse marrim shembull emrat vjetër, po emra të rinj, që kanë vota, kanë vizion dhe duan të bëjnë një opozitë dinjitoze. Largimi i zotit Sula, si keni parë? Minus 1 mandat e gjys për qarkun e Elbasanit. Zoti Sula ka qenë nga ata personazhe që ka Zoti Sula ka qenë nga ato personazhe i cili ka pasur votat, i cili ka bërë kontribut jashtëzakonshëm në Partinë Demokratike, i cili ka punuar me diasporën dhe në të cilin 3 ditët e fundit Sali Berisha, Albana Vokshi dhe zoti Noka e lanë jashtë liste padrejtësisht. Dhe kjo u përkthye në një revolt edhe në Peshqim, po ta shohësh, ku është edhe bastioni elektorali zotit Sula, shihet diferenca në vota që është jashtëzakonisht shumë e madhe. Me heqjen e Dashit nga lista është minus 1 mandat e gjys në degën e PD-s Elbasanit. Alesia, kam një fakt shumë interesant dhe në të njëjtën kohë dhe shumë tronditës. Pak minuta më herët kisha në studio zotin Maliqi, kandidat për deputet i Partisë Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Beratit, dhe në një farë mënyre ajo se çfarë më tregoi zoti Maliqi mbi atë se si ndodhi i gjithë procesi i votimit apo qoftë fushat elektorale, ishte e frikshme dhe linte shumë për të dëshiruar. Ka patur një luftë të brendshme
për qarkun e Beratit, duke qenë se kisha vetë përfaqësuesin e saj në studio. Figura dhe drejtuesit politik të Partisë Demokratike kanë lobuar që zoti Maliqi, që ishte pjesë e listës Partisë Demokratike, të mos merrte mandatin e tij të deputetit apo të mos votojë nga qytetarët e Beratit. Tani me zotin Bozdo, drejtues politik të qarkut Beratit, mua më vjen vetë se të shesh. Dhe no koment për pjesën tjetër. Më vjen keq për zotin Maliqi. Mendojnë që ka ndodhur e njëjta gjë në të gjitha qarqet? Shiko, unë nuk mendoj që është drejtuesi politik ai që ka peshën më të madhe. Sepse mund të marrë të moralizotin Elbasan, që me vërtet ishte drejtues politik fiktiv. Ishte sa për thënë që Tomori është drejtuesi, ndërkohë ishte Flamuri ai që e drejtonte qarkun, ishte Flamuri që bënte listat, ishte Flamuri që jepte direktivat, kështu që çdo qark mund të ketë pas një problematikë të ndryshëm, kështu që nuk mund t'i specifikoj të gjithë. Flas për qarkun ku punova, ditët aja përgjigjen. Nuk mund të them çka ka ndodhur në Berat, në Tiranë apo në vendet e tjera, se i bie të disinformojnë këtë rast. Kështu që për aq sa e di ditë flas, sa që e di dhe që Eno Bozdo shumë i paaft. Këtë e di personalisht dhe mund ta them, kështu që këtu mund t'i jap dhe drejt zotit Maliqi për ankesën që mund të ketë pasur. Çfarë ndodh në vijim? Zoti Rama merr mandatin e tij të katërt qeverisës. Çfarë parashikon? Është vullneti i popullit. Okej, është vullneti i popullit. Çfarë parashikon të paktën për qeverisjen e tij, për planin dhe ambicien? Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Rama do fitoj dhe mandatin e 5. Kaq, nëse nuk ka alternativë për t'ju ofruar qytetarëve përveç se kostumeve të vjetra, zoti Rama merr mandatin e 5. Se çka ndodh në momentin tani që vota është kaq masive dhe populli folin, këtyre nuk i ngelet gjë tjetër veç se të heshtin. Se çfarë do bëjnë ato? Ato s'kan vesto morale, dalin në studio televizive në këto momente dhe të thonë diçka për qeverim përveç se na vodhi votat. Një këngë që shqiptarët e kanë dëgjuar shumë herë dhe janë lodhur dhe tani kur e ridëgjojnë për herë të 5 që ishin, a mund thonë se këtë punë ka. A do t'i japin një përgjigje në këto momente demokratët, qytetarët, Partisë Demokratike në thelb, duke padur parasysh lodhjen e 12 viteve opozit? Shiko, përgjigja duhesh e dhënë përpara. Kur u reagova unë, që e parapriva këtë gjë, duke thënë ato lista janë lista humbësësh, duke folur në publikisht, duke folur në kryesi, duke folur në qarkun tim, dhe unë reagova dhe mora komente të shumta që po dëmtoja partinë dhe që duhet flisja në 12 maj. Por, reagimi është kulturë, dhe nga reagimi duhet nxjohen gjithë demokratët që të reagojnë, që të fitojnë, se po heshte do humbësh. Dhe kur humbë në këtë lloj niveli tani reago sa të duash ti sot je pa leadership. Dhe ato janë në një pozitë që nuk din as çfarë të bëjnë. Se do heqin Berishën, nuk din këtë do vëjnë. Ka një numër 2 në Partinë Demokratike? Qofse në Partinë Socialiste mund të ketë shumë numra 2, po në Partinë Demokratike? Shiko, Partia Demokratike ka nevojë për një riformim dhe ka plot kapacitete që mund ta zvendësonin dhe ta bënin më mirë punën se vetë zoti Berisha. Dhe ato mund të ishin figura qytetare, figurat kulturuara, figurat cilat janë të pëlqyeshme nga populli dhe nga masa. Dhe ato mund ta merrnin Partinë Demokratike duke sjellur këtë lloj vizioni, një vizion europian, një vizion jashtë pazareve, jashtë aferave që e ka futur Berisha PD-n në këtë interes kaq personal dhe familjar. E kuptoj. Një koment të fundit, Zoe Balliu, se i rekon partive të reja në këtë garë elektorale. Lëvizja Bashkë, zoti Qori merr një mandat, zoti Shabani bashkë me zotin Lapaj marrin po ashtu një mandat, zoti Shea merr 2 mandate dhe Partia Social-Demokrate merr 3 mandate. Bëhet shefis që zoti Shea ka marrë 2 mandate, Raldit i uroj suksese, do jetë një zë dinjitoz, një zë intelektual dhe një zë përfaqësues për Tiranën, pasi e njoh prej vitesh dhe kemi aderuar së bashku në Partinë Demokratike, por që PD-ja e doktorit nuk i do intelektualët dhe nuk i do individët cilët kanë kapacitete dhe kanë fushim për të ngritur zërin.
por duan individ cilët janë si çuni Fariut, që kështu do hajnë shqiptarët. Dhe normalisht pastaj shqiptarët bëjnë atë votën popullore që japin përgjigjen. Për partitë e tjera pastaj, i uroj pa diskutim suksese dhe zotit Lapaj, sepse duhet ketë parlamenti individ të rinj të cilët të bëjnë opozitë që i mungojnë nga Berisha, nga pazare dhe nga interesi familjar. Tjetë një opozit dinjitoze, paktën ato 4-5 zëra që do jem plus, do jem vlerë shtuar dhe do jenë 4-5 zëra të pakapur, pa negociuar dhe do jenë 4-5 zëra larg këtyre pazareve të pista. Unë i uroj suksese, i vlerësoj për guximin, për iniciativën që kanë marrë, për mos se kanë marrë atë lloj rezultati, kanë dashur të japin një mesazh për shoqërinë, kanë dashur të bëjnë diçka ndryshe për shoqërinë dhe kanë dashur të sjellin diçka të mirë këtij vendi. Për PD-n është partia që kam aderuar për 12 vitesh, por unë të kjo parti nuk e gjej më veten për sa kohë është akoma Sali Berisha kryetar. Kam lindur në vitin 1995, sot jemi në 2025-ën, kemi akoma doktor Berisha në kryet PD-s dhe këto pretendojnë që dhe në 2029-ën të hynë në garë po me Berishën për cilë ndryshimin madhështor, duke pretenduar se sollën humbjen madhështore. Do të shohim zonjën Balliu në një tjetër subjekt politik? Zonjën Balliu mua, në rastin konkret, do më shikoni gjithmonë në politikë. Nuk i ndahesh politikës, unë të e kam të qartë. Nuk i ndahem për ato të rinj. Po e aderuar në një forum. Për ato të rinj dhe të reja që më ndjekin, për gjithë ato zëra që më shkruajnë, për gjithë ato zëra që më përgëzojnë për guximin, për kurajon, për iniciativën, unë nuk do resht. Nuk e bën kostumi apo ngjyra e një partie politike dikë që të bëj opozitën, dikë që të thotë vërtetën dhe dikë që guxon të mbrojë të vërtetat e veta. Dhe koha mua më dha të drejtë rezultati, më dha të drejtë parashikimi për Elbasanin, më dha të drejtë që unë isha ndër ato që kam thënë Rama merr goxha mandate dhe thonin që jo, kjo nuk është e vërtet, ne jemi drejt fitores madhështore se ka ardhur La Civitaja me shkopin magjik dhe duke parë shkopin magjik La Civitas, pam edhe humbjen madhështore në Shqipëri. Dhe pastaj ngelëm të shokuar dhe kaluam te fabula famshme nena vodhën zgjedhjet. Unë do luftoj për ndryshimin, do luftoj që çdo i ri dhe e re të ketë një zë që të përfaqësohet, nuk është e thënë të jemi pjesë e parlamentit për të qenë aty me qytetarët, nuk të bën karrikja, por të bën aftësia që t'i ke për të komunikuar problemet që kanë njerëzit në metoda të ndryshme, qoftë edhe në media, qoftë edhe në jetën e përditshme, qoftë edhe në shoqëri, qoftë edhe në rrjete sociale, kështu që lufta ime do të vazhdoj. Për forcë politike, pastaj ngjyrimi do jetë diçka që i përket të ardhmes dhe nuk mund të jap dot një përgjigje tani, por që do kemi rastin herë tjetër kur të jem në studio, mendoj që ta kem dhe një përgjigje më specifike për ju. E rëndësishme është që do vjosh të mbetesh pjesë e politikës. Patjetër. Të falenderoj shumë që ishe sot në Faktsius, kënaqësi. Për ftesën. Ne shkëputemi në hapësirë publicitare.